Bashkëpunimi I Fifit dhe Egli tako së bashku me DJ Gimi u zhduk papritur nga YouTube dhe asgjë nuk diej rreth kësaj. Në media u aludua se një sherr kishte ndodhur mes Fifit dhe Eglit, ndërkohë që së fundmi Fifi vendosi ta riktheje këngën në kanalin e saj të YouTube, madje e etiketoi edhe Eglin. Por ish banorja e Big Brother VIP 4 ka bërë një reagim në Broadcasting Channel në Instagram, ku sqaron fansat e saj se çfarë ka ndodhur. Po duhet ju a jap një shpjegim për shkak të gjithë suportit dhe dashurisë tuaj ndaj meje, edhe pse jam autore e këtyre dy këngëve dhe s'kam të drejta mbi to. Unë jam e ftuar në këngë njësoj si DJ Gimio, është një bashkëpunim ku të drejtat e projektit I takojnë autorit, I cili e posedon në kanal, në rastin konkret Fifi. Kënga është hequr për 2 ditë nga platforma YouTube, në vendim të autores për shkaqe të saj ndaj edhe nuk e kam bërë asnjë ndërhyrje apo reagim, pasi nuk janë materiale të mia dhe nuk kam përgjegjësi mbi to. Sa për dëmtimin e 2 artistëve të ftuar në këngë, në rast konkret unë dhe Gimio, jemi njerëz dhe më pas artist, kështu që zgjedh të jem mirë kuptuese. Shkruan Egli duke lënë të kuptohet që ka qenë vendimi I Fifit që këngë të largohej përkohësisht nga YouTube. Mëtej Egli vazhdon, muzika mbetet e bukur, ju e keni pëlqyer ndaj dhe bie dakord në aq vendim sa më takon si e ftuar, që këngët të jenë sërish aktive dhe ju të mund t'i dëgjoni e t'i këndoni. Sa për aspektin menaxherial, kam vendosur me shumë respekt reciprok me Fifin të shoh në një spektër më të gjerë, në mënyrë që asnjëra palë të mos ndikojë tek tjetra, përsa kohë të dyja I përkasin të njëjtës fushë, këndimin. Në këtë mënyrë, shmangim edhe aludime apo keqkuptime të cili do lloji. Ju dua shumë dhe gjatë këtij muaji do shihemi ashtu siç ju keni pritur gjithmonë të më shihni, plot me surpriza të bukura dhe shumë muzikë. Faleminderit për gjithë dashninë që ma jepni, ju du shumë, përfundon Egli.